Cila është mosha mesatare, Alda, që lexon më shumë? Sepse nuk e di, po lexoja, nuk e di nëse përkthehen vërtet në statistika reale këto, po që ka një rritje edhe të fëmijëve, numrit të fëmijëve që lexojnë. Dhe këtu pa diskutim mendoj që ndikojnë prindrit më shumë se sa shkolla, apo jo? Kjo është e vërtet. Nëse ne shohim në treg, numri i botimeve të letërsisë për fëmijë tregu i botimeve të letërsisë për fëmijë është një treg i pasur. Çdo javë le të themi pasurohet me një libër të ri të letërsisë për fëmijë që vjen i përkthyer nga një gjuhë tjetër, çka do të thotë që prindrit e rinj, dhe kjo është diçka shumë pozitive, janë ndërgjegjësuar mbi rolin që ka leximi në jetën e fëmijëve të tyre. Kështu që në këtë kontekst kemi tashmë të rinj, më shumë të rinj që lexojnë, pavarësisht që pjesa më e madhe e tyre lexon në gjuhën angleze dhe kjo mbetet një sfidë e cila na bën neve që të shohim dhe të mendojmë për mekanizma se si neve duhet ta ruajmë gjuhën përballë një rritje të kësaj dominance të një gjuhë tjetër që është, mendoj, një dominancë globale, por megjithatë çdo vend, çdo shtet duhet të bëjë politikat e tij për të ruajtur gjuhën amtare, por fakti që lexohet është një fakt pozitiv, pavarësisht që lexojë në gjuhë tuaj.